Mbi 85% e objekteve shkollore dhe parashkollore në qytetin e Tiranës u sigurohet ngrohje më e gjatë dhe më ekologjike pa asnjë rrezik. Kjo fal investimit të Bashkisë së Tiranës dhe disa donatorëve të cilët bën të mundur zëvendësimin e kaldajave me naftë me një sistem modern të ngrohjes me peleta. Drejtori i ndërmarrjes nr. 3 Alfons Muçaj deklaron se ky projekt minimizon ndotjen, shmang rreziqet nga zjarri dhe ngron më gjatë ambientet ku marrin dije nxënësit. Të gjitha objektet që janë pajisur me impiante ngrohëse, të gjitha janë konvertuar me lëndë djegëse nga karburant me naftë me pelet. Ka pas shqetësime nga shumë njësi bashkiake, nga objektet shkollore dhe parashkollore që ndodhen me zonat të banuara, që paraqit një ndotje shumë të madhe. Kuptohet që fuqitë e impiante ngrohëse kanë një fuqi të madhe dhe ngrohja atyre do ndonjë kohë të caktuar. Tani nuk do ndodhi më. Ngrohja me pelet është një ngrohje ekologjike, rrit dhe kohëzjatjen e ngrohjes. Kohët e dimrit që janë më të ftohta, me këtë lloj lëndë djegëse, pelet do jetë shumë kohë më gjatë pa kufizim. Ky është vetëm fillimi, pasi pjesa tjetër e mbetur e objekteve janë në rikonstruksion dhe brenda vitit 2015 edhe ato do kenë të njëjtën teknologji ngrohje, e cila kushton më pak dhe shmang rreziqet nga kaldajat me qindra litra naftë. Pjesën tjetër e mbetur, pa instaluar në impiante ngrohëse, që janë në proces rikonstruksioni dhe do të zbatohet, do vendosen, do të jenë brenda vitit 2015 të gjitha të përfunduara. Kështu që do t'i japim fund një herë mirë problemit të ngrohjes, mungesës karburantit. Rreth 15 nëntorit pritet që nxënësit të kenë ngrohje me sistemin e ri, i cili kushton 800.000 euro, por që u realizuar për 55.000 euro, duke ulur kostën e ngrohjes nga buxheti i Bashkisë së Tiranës.